Vjetori muaj që zakonisht vjen i mbushur me dritë, ngjyra, muzikë dhe gjallëri, këtë vit duket se ka mbërritur ndryshe në kryeqytet. Tirana, që prej vitesh është përpjekur të shndërrohet në një qendër festive të rajonit gjatë fundvitit, këtë dhjetor paraqitet më i heshtur, më e ftohtë dhe më pak mikpritëse se zakonisht. Aty ku zakonisht sheshet mbushen me zhurmën e fëmijëve, tingujt e këngëve festive dhe aromën e verës së ngrohtë apo të gatimeve tradicionale, sot mbizotron një ndjesi boshllëku dhe mungesë emocioni. Në vend të një kryeqyteti që të fton të ndalësh, të shëtitësh dhe të ndjesh frymën e festave, Tirana festive e këtij viti të jep më shumë përshtypje në një hapësirë kalimtare ku njerëzit ndalojnë vetëm pak qaste, bëjnë ndonjë foto dhe largohen. Fshati festiv i ngritur në sheshin qendror, i cili pritet të ishte zemra e festimeve, nuk arrin të krijojë atmosferën e ngrohtë dhe të ngjallë si zakonisht ku shoqërohen këtë periudhë të vitit. Për shumë qytetar, ai perceptohet më tepër si një instalacion simbolik se sa një hapësirë reale argëtimi dhe bashkimi. Pamjet e fshatit festiv është ajo e sheshit pa jetë, një ndriçim i vakët, pak stenda, pak njerëz dhe mungesë aktivitetesh që të mbajnë aty për më shumë se disa minuta. Tregu i Krishtlindjeve, i cili në vitet e kaluara ka qenë një nga pikat më të frekuentuara të qytetit, këtë vit krijon një kontrast të fortë, jo vetëm me edicionet e mëparshme, por edhe me tregjet e ngjashme në qytetet europiane, me të cilat Tirana shpesh ka tentuar të krahasohet. Këtë herë krahasimi bëhet i pamundur, edhe për pak qytetarë që zgjedhin të dalin në shesh për të bërë një foto pranë pemës së Krishtlindjes, e cila mbetet pothuajse i vetmi atraksion vizual, shprehen se festat nuk po ndihen. Vjeti ishte më bukur, kishte më shumë drita dhe më shumë aktivitete për fëmijët, por mbi të gjitha kishte njerëz. Thot një qytetare, ka qenë edhe më bukur vite më parë, sheshi ishte gjithmonë plot, shton një tjetër. Komentet përsëriten edhe kanë një të përbashkët, mungesën e ndjesisë së festës. Një nga elementet më të ndjeshëm ishte mungesa e aktiviteteve argëtuese veçanërisht për fëmijët, lojrat, programet artistike dhe surprizat që çdo vit mblidhin qindra fëmijë, këtë herë mungojnë ose janë shumë të pakta. Do të doja të kisha më shumë lodra dhe aktivitete, sepse fëmijët mërziten shpesh, që shprehet një prind, ndërsa fëmijët shëtisin në përshesh pa ndonjë ndalesë të veçantë që t'i tërheq. Ndoshta mungesa është më e madhe është edhe muzika. Muzika festive, e cila zakonisht i jep ritëm të jetë çdo shesh, këtë vit është thuajse e padukshme. Skema e ngritur për koncertet e dhjetorit qëndron bosh, pa artist, pa prova, pa tinguj. Heshtja mbizotron aty ku zakonisht dëgjoj kënga, duar trokitjet dhe zërat e njerëzve. Pa muzikë, festa humbet shpirtin e saj. Festat e fundvitit, si po i shikoni këtë vit? Qoftë nga atmosfera, ekonomia, nuk e di. Ekonomia është për faqe zezë, është duke e rënë gjithmonë, çfarë të thuash, mirë ata që kanë një punë që mbijetojnë, të tjerët, si punojmë që janë pensionistë, bezije përballojnë. Po festat e fundvitit do ja dilni dot, ashtu si do dëshironit? Të them të drejtën, me keqardhje vjen, qofse të tjerët do kënaqen, ne do mjaftojmë me një pjatë të mjaftueshme me ato, me pak ekonomi. Nuk jemi shumë të lumtur, sepse fundviti po vjen, neve në borxhe po na gjen. Ta të them se që lumë ata që janë pushtetar që kanë çdo gjë. Por ne të rroj Zoti. Jemi në mëshirë të fatit, jemi në gjendje skandaloze. Unë jam pensionist, edhe shesë që shikon, kudo që vete marrë çantën, me ushqime vete, që mos të dalë të prish këtu. Jemi në gjendje shumë të keqe. Prandaj fëmijët tanë, unë kam 2 fëmijë, i kam rritur jashtë, unë kam qenë vetë 28 vjetë. Një që kemi ata që na ndihmojnë çik, se po të jetë. Prandaj fëmijët jashtë, nëse nuk janë ato, nuk ja dilni dot. Jo. Është pa mund. Unë vetë kam qenë 28 vjetë. Edhe bëra një të mirë që i shkollova, i kam në Greqi të 2, i pulsova, bleva një shtëpi, se ka që kisha mundësi për 28 vjetë punuam, ja lash vajzës, shqyqyra është mirë, djali me gjithnusën para 2 vjetë, morë dhe ata një shtëpi me kredi, paktën kam 2 shtëpi në Asinë. Një ka djali, që e mori para 2 vjetë me vajzën, një me atë 100 sakrifica, e shleba unë, e shlevi nusja, se nusja më ka vdekur para 20 vjetësh, e shlevi vajza, tani në fund fare e shlevi vajza me djalin.
Shqyr Zotit, them për vetes time, unë në atë kategori që jam disi normal mendimin e Zotit, mendimin e fëmijëve bezja dal. Me një pension të vogël jam. Po ta them dhe pensioni do ikësh me vrap. 140.000 lekë të vjetra. Në skandal. Faleminderit juve. Si po i përjetoni këtë vit? Jo, si vitet tjera në fakt, nga që dijen gjërat të përgjithshme, se si shkojnë gjërat në Shqipëri. Faleminderit. Shumë të bukura, të bukur, ja. Po, në krahasim me vitet e tjera me lodra, si është? Me lodrët, këtë vit s'ka shumë lodra, me thonë drejtë. Vitin e kalum ka pas shumë lodra. Tani s'ka shumë lodra, po unë e di që s'ka nërë lodrët për fajt të këtyre aksidenteve që ka ndodhë. Faleminderit. Te fund vitit, në krahasim me vitet e tjera, kur ke dalë ke lodrat, është e njëjta situatë në qendër të Jo, Tiranës? është kot. Është kot. S'ka shumë lodra. S'ka shumë lodra këtu. Më mirë ishte vjetë. Kishte pirati, Xhamajka, qa nuk kishin, tani kanë shita, vetëm 2 lodra kanë krizë. Pra pas ka mungesë lorëve Po, që për shkak të aksidenteve. I bëjmë thirrje që dhe gjithë të na nxjerrit në lodrat. Bashko me mendim. Na la thatu. Edhe unë i bashkoj me mendim. në këtë vit. Shumë mirë na duket, si mas gjendjes që është ekonomia dhe festat. Megjithatë, në krahasim me vjet nuk është aq e mirë. Nuk Se është kjo, vetëm për shkak të zbukurimit, Po dhe atmosferës, apo... po dhe zbukurimi, po edhe ekonomia nuk është dhe fort e mirë. Nuk është fort e mirë. Kështu që njerëzit rrinë nuk flasën sepse ne jemi popull i urtë. Edhe besojmë që në rëqet që ekonomia, vëndi, po deri tash nuk ka ndonjë problem që shikojmë që do hapet djerë. Kështu jemi, besojmë më mrapa, ma se na bëhet ndonjë diçka. Faleminderit. Faleminderit juve. Mirupafshim. Atmosfera, Jo shumë e këndshme, atmosferë shumë. Jo si ka qenë vitet e tjera, kaq çfarë t'ju them unë tjetër. po nga gjendja ekonomike, për familjet në përgjithësi shqiptare. Më keni gjetur tamam 245.000 lekë të vjetra burë e grua. Vitin tjetër inshallah do ta bëjmë vitin e ri këtë vit. Pak. Mos qofshin do së mur njerë pa, hajt. Viti, çfarë mendimi keni për këtë vit, për situatën në Tiranë? Ka rënë atmosfera shumë. Shumë më keq se çdo vit, përkeqësohet më shumë çdo vit. Kështu mendoj. Faleminderit juve, punë të parë. Sa të fund vitit, si u duket atmosfera në Tiranë? Shumë mirë duket. E jashtëzakonshme. Krahasim me vitet e tjera, Me vitet e tjera tani vitin nuk janë gjanë. Ka ndryshime, po çfarë themi neve, se neve nuk rrim dhe ku jetojmë jashtë, po paka shumë mirë është. faleminderit. Gjithë mirat. Festat e fund vitit, si e shikoni Tiranën këtë vit? Këtë vitin e shikojmë me qetësi, atë po i thosha kësaj shoqes, qetësi. Nuk ka Krahasim harë, me vitet e tjera? vitet e ka qenë shumë bukur. O zëmra ime, si ta shikosh Tiranën, ku gjithë Shqipëria iku, gjithë rinia ikën jashtë. Nuk po shohim këm njeriu, nuk e ke iden, se kam shtëpinë përballë ringut, dhe kur vi që vi në këmbë që shkoj te liceu që marr mbesën në shkollë, nuk shikon këm shqiptar. Gjithë turistë, gjithë turistë. Që një jetë të tërë me këtë se kom shije, o shqyr zoti që kemi njëra tjetrën. O zot, o zot, o zot, ku janë njerëzit? Kanë ngel gjithë pleqëria vetëm. Ku janë pra? Çat Dhe flasin? sa ndikim ka kjo tek Çat juve? flasin o zëmra ime, më dhimbsen, unë shqyr zoti kam fëmijë këtu dhe vajzën dhe djalin, çaj për tjerë moj. Çaj për tjerë moj. Nuk e ke iden. Çfarë është kjo jetëmi? E bën fëmijën për botën. Ë? Pse? Ikën se s'kan ku punojnë, apo jo? Vend më të mirë që kemi Ai ne se ka shkatërroi. Vendin tonë nuk e ka njeri në botë. Se kam shetit Shqipërinë çdo plëm jug veri. Plëm. Nuk e ka njeri në botë këtë vend. S'ke njerëz, s'ke shtet. Kush e shkatroi Shqipërinë? Ë? Ti prishi uzinat e ndërmarrjet e gjitha. E tani flet, po nuk ka popull. Nuk ka rini. Ti je vetëm me një. Jo njeri me këtë, tjetri me këtë. Kush e shkatroi? E dini ju? Të janë mbesat tona. Po prandaj po them, kush e shkatron? Ku do punoj kjo rini? Apo jo? Se ndërmarrjet.
Shesim mallin e botës, turpi i botës. Atë po diskutojsh ja, gjithë ky mall. Në vend të prodhoheshin këtu te ne, shit mallin e. Është kështu apo jo? Janë prodhuar tek neve. Janë prodhuar e ku janë? Gjithë uzinat, gjithë fabrikat i prishin vena. Ne që kemi arritur, ku? Të dhimbset, çaj për të vënd. Çaj, o zot, o zot, o zot. Të vënd nuk e ndrojmë asnjë në botë. Nuk e ke ide. Nuk e ke ide. Më dhimbset çaj për botën po them. Edhe kur hapën ambasadat kam qarë, që unë fëmijët këtu kam qarë për botën. Më dhimbset më se fëmijë janë dhe ata. Shikon këngë te kurbetit qashu. Është atje po, ku të punoj thot. Apo jo? Për këtë ikën pra. Kështu që çat klasë më zëmër. Tirana është bërë vetëm kulla. Që si ka qenë Tirana? O zot. Bjem brak, është kështu apo jo? U prish Tirana. U zënë gëzuar, quna e goca gjithë. Bëj kulla e njerëzit rrin pa shtëpi. Po kush i blen ata kulla e një? Din italian, drejt shtëpi këtu shqiptari, ngelet pa shtëpi. Është kështu apo jo? Atëre Zoti ju rujt ju dhënë shëndet o Perëndi. Se si do ve kjo punë Zoti e merr vesh. Këta e kanë nisur të keqe. Mos ta pas syri keq te fëmijët, ju arsin ditë më të bukur ata. Edhe ta marrin kjo rini në dorë. Ta marrin kjo rini në dorë. Kjo art me. Faleminderit. Art me mira për ta. Art me mira për ata për ju që të ri. Zoti ju rujt, ju dhënë shëndet o Perëndi. Gjithë të mirat dhe ju. Edhe dekorimi i qytetit kanë nxitur reagime të shumta. Përtej sheshit Skënderbej dhe bulevardit kryesor, pjesa tjetër e Tiranës duket sikur është lënë jashtë atmosferës festive. Rrugët të tëra, lagje dhe zona periferike nuk kanë asnjë shenjë të dukshme festash, duke krijuar ndjesinë se dhjetori po kalon pa lënë gjurmë. Për shumë qytetar, kjo krijon një ndarje të fortë mes qendrës dhe pjesës tjetër të qytetit, duke bërë festën të duket e përqendruar dhe kufizuar. Në fund, ajo që mbetet më e fortë se çdo dekor është drita ose mungesë zhurme, mungesë muzike, mungesë gjallërie dhe mbi të gjitha mungesë emocioni. Tirana e këtij dhjetori nuk arrin të krijojë lidhje shpirtërore si zakonisht shoqëron festat e fundvitit, atë ndjesi që i bën njerëzit të ndalen, të qëndrojnë gjatë në shesh, të shëtisin me panxitim dhe të ndjehen pjesë një atmosfere të përbashkët. Krahasimi me vitin e kaluar është i pashmangshëm dhe e thellon më shumë kontrastin. Dhjetori i shuar ishte një moment kulmor për Tiranën festive, një qytet që gumëzhinte nga njerëzit, dritat dhe muzika, ku 5 pemë të mëdha krishtlindjesh ishin shpërndar duke kthyer kryeqytetin në një hartë festash. Nuk kishte vetëm një qendër, por shumë qendra të vogla gëzimi që e bënin qytetin të duke i gjallë nga një skaj në tjetrin. Dekorimet ato vit shtrieshin në rrugë, lagje dhe zona të ndryshme, duke krijuar ndjesinë se festa ishte për të gjithë dhe kudo. Muzika dëgjohej në ajër, skenat ishin aktive, artistët ngjiteshin çdo natë dhe qytetarët mblidheshin spontanisht për të ndarë momente gëzimi. Fëmijët kishin hapësira argëtimi, familjet qëndronin më gjatë dhe qyteti merrte frymë ndryshe me një ritëm më njerëzor dhe më të ngrohtë. Sot përballë asaj atmosfere, Tirana duket më e heshtur dhe më e ftohtë. Festa është e përqendruar në pak element simbolik dhe nuk arrin të shtrihet në jetën e përditshme të qytetit. Për shumë qytetar, kjo nuk është thjesht një çështje dekorimesh apo aktivitetesh të munguara, por një humbje e ndjesisë së bashkimit për festat e fundvitit duhet të sjellin. Ndërkohë, ndryshe nga Tirana, atmosfera festive është ndjer fuqishëm në qytete të tjera të vendit. Në Lezhë, ndezja e dritave u shoqërua me një ceremoni të veçantë, ku në ritmet e bandës frymore të qytetit, fëmijë të ndryshëm parakaluan drejt qendrës së festës. Aktivitetet artistike, këngët dhe vallet krijuan një atmosferë të ngrohtë ku qindra qytetar u bën pjesë e festës. Në Shkodër, Korçë, Elbasan, Durrës, Shijak dhe Fier, qendrat e qyteteve u mbushën me muzikë, performancë fizike, festive dhe pjesëmarrje të lartë qytetare. Veçanërisht Shkodra është e vlerësuar këtë vit si qyteti që ka realizuar më shumë idenë e festave, duke ofruar një spektakël të vërtet për qytetarët dhe vizitorët. Pamje nga sheshi i qytetit, të shpërndara edhe nga kryeministri, tregojnë një qytet të mbushur me dritë, njerëz dhe gëzim. Korça nga ana tjetër konfirmon edhe këtë vit statusin e saj si një nga kryeqendrat e turizmit të fundvitit. Me ndezjen simbolike të dritave, sheshi u
mbush me qytetar dhe vizitor, ndërsa koncerti festiv dhe kalendari i pasur i aktiviteteve dhanë sinjalin e një dhjetori të gjallë dhe tërheqës. Në këtë kontekst, Tirana duket sikur ka humbur një mundësi për të qenë hapësirë shpresje dhe gëzimi, veçanërisht në një kohë ku njerëzit kanë nevojë më shumë se kurrë për pak dritë dhe ngrohtësi shpirtërore. Pyetja që lind natyrshëm është nëse kjo atmosferë zbetë është thjesht një pauzë përkohshme apo një shenjë një ndryshimi më të thellë në mënyrën se si kryeqyteti e jeton festën. Ajo që ndjet me siguri është se për shumë kënd festa këtë vit nuk u ndje siç duhej në Tiranë. Në këtë dhjetor, Tirana sikur ka humbur një moment të rëndësishëm për të komunikuar me qytetarët e saj përmes festës, sepse festat e fundvitit nuk janë thjesht dekorime, drita apo prem krishtlindjeje. Ato janë një formë dialogu mes qytetit dhe njerëzve që jetojnë në të. Janë një mënyrë për t'u thënë qytetarëve se janë të mirëpritur, se bashkëjetesa urbane ka ende hapësira për gëzim. Heshtja e sheshit këtë vit nuk është vetëm fizike, por dhe simbolike. Ajo reflekton një boshllëk në përmbajtje, në ide dhe në përpjekje për të kthyer festën në një përvojë gjithëpërfshirëse. Për shumë familje, sidomos për ato që nuk kanë mundësi të udhtojnë apo të festojnë jashtë kryeqytetit, sheshet dhe aktivitetet publike janë i vetmi kontakt për frymën e festës. Mungesa e tyre i privon jo vetëm nga argëtimi, por edhe nga ndjesia e përkatësisë, nga ajo ndjenjë thjesht por thelbësore që të bën të ndjesh pjesë e një komuniteti. Festa në këtë kuptim nuk është luks, por është një nevojë sociale. Ndërsa qytetet të tjera të vendit kanë zgjedhur të kthejnë dhjetorin në një muaj aktivitetesh, muzika dhe bashkimi, Tirana duket sikur ka mbetur pas e mbyllur në një koncept minimalist dhe nuk arrin të komunikojë me shumicën e banorëve të saj. Teksa ditët e fundit, drita, muzika dhe aktiviteti nuk janë thjesht zbukurime, por mjete për të krijuar shpresë dhe për të lehtësuar lodhin në një viti të gjatë dhe për t'i dhënë kuptim bashkimit të hapësirës publike. Pa to, qyteti mbetet një sken bosh ku mungon aktori kryesor, qytetari. Në një dhjetor që duhej të ishte i mbushur me zëra, buzëqeshje dhe muzikë, Tirana mbeti më shumë në pritje se sa në festë, një pritje për një moment gëzimi që kur erdhi plotësisht për një qytet që mund të ndriçonte më shumë, por zgjodhi të mbetej në hije.